Përshëndetje të dashur miqtë të televizionit Shpresa. Unë jam Vergje. Në studio kemi të ftuar profesor Pullumpi Linçi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, ju keni thënë që nuk ka zgjedhje por qeveri teknike. Berisha ka deklaruar mbrëm që nuk pranojmë zgjedhje por qeveri teknike. Mos vallë dy partitë PD, PS po të kopjojnë programin tënd? Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni, prisni pa durim lajme të reja. A mbani mend që u kam thënë nuk ka zgjedhje, po ka qeveri teknike, ka arrestime, të hequr zvarr. Pra, vetë Berisha përsëri. Nuk është vetëm Berisha, është si Berisha dhe Edi Rama, dhe Berisha e deklarovi prapë që po ka qeveri teknike dhe jo zgjedhje. Ata kanë marrë programin tonë ka kohë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Kanë marrë programin dhe thonë çfarë kemi thënë ne. Po, unë po them, si themi ne shqiptarët, drejt dhe troç. Qeverin teknike ne e bëm. Ne presëm dita ditës të arrestohen kryesorët këto ditë, si që u arrestohen, si që thash mbrëm do arrestohen në Durrës, e u arrestohen. Pra, u arrestohen 4 veta prapë. Të dashur shqiptar, ne do bëjmë me president. Qeverin teknike, pra gazetarja ka drejt që më pyet dhe thot, çfarë po thot? Është e vërtet, Berisha ka dalë, edhe sot ka dalë përsëri dhe kërkon zgjedhje teknike. Po qeveria teknike bëhet nga ne, as nga Berisha edhe as nga Edi Rama. Si Berisha dhe Edi Rama do arrestohen. Pra, nuk kam rrugdalje, dosjet janë firmosur, çdo gjë është bërgati. Profesor, Edi Rama ka deklaruar disa herë që dhëndri presidentit amerikan vjen për të ndërtuar në Bregdetin tonë. Profesor, ju keni njoftuar zyrtarisht Senatit dhe Kongresit të Inteligjencës Washington. A mund na shpjegoni që shqiptarët janë në dieni? Po, mund ta vini deklaratën? Të dashur shqiptar, këtu ishte përhapur, ka kohë, vazhdojnë për çështjet e gjoja të zgjedhjeve, do vi dhëndri presidentit dhe do na ngrej në tokën e shqiponjave. Të dashur shqiptar, të njëjtit njerëz janë. A e mbani mend kur ishte Berisha kryeministër, do shesëm detin, e firmosëm për të shitur, por gjykata e ndalovi. E ndalovi se jemi ne që ndalojmë. Pra e njëjta gjë bëjnë, do vi ky, do vi ai që nuk është e vërtet. Të dashur shqiptar, unë kam thënë dhe në misionin tim që jam zyrtar, prej dekadash, e kam dërguar në gjuhën angleze, ja kam dërguar Chairman Commission Republican Party dhe Democratic Party. Do me thënë kryetari i Komisionit Republikan për çështjen e inteligjencës. Po ashtu dhe kryetari, më mirë ka mundësi të na i vini në Shqip. Të dashur shqiptar është e njëjta. Edhe thot 12 maj në 2025. E kam dërguar këtë letër, me qenë se Edi Rama thoshe do vi për çështjen e votimeve, mbas votimeve dhe do vi, do firmosëm dokumentat që kemi përkati, do me thënë dhëndri i presidentit, të një kohe që ndodhet sot, president, dashur shqiptar, unë o kam thënë dhe e them përsëri. Dhe jo dhëndri ti, po dhe presidenti nuk ka të drejtë të vitë ngrej në tokën e shqiptarëve sa jemi në gjallë. Dashur shqiptar, dhëndri ti, baba i ti ka qenë burg për vjedhje, për mashtrime në shtetin e New Jerseyt. Ka qenë burg mja vite, sa është liruar. Pra të dashur shqiptar, ky ka ardhur vazhdimisht me pushime në dhërmi. Dhe këto i kam paguar 2 partit, PD dhe PS-ja. Demek që ne kemi një mik në Amerikë. Unë o kam thënë të dashur shqiptar. Sikur tërë Kongresi Amerikan të vi e të thot, po të dy janë burra të mirë, gjë që s'bëhet. Ua kam thënë në Amerikë ka një rregull, ka një disiplinë, ka një kushtetut. Dhe e kushtetuta të dashur shqiptar thot, presidenti zgjedhet nga publiku për 4 vjet. Basi mbaron 4 vjet, shkon
da që tapi tregtit e ti, asë një kërkushime. Të njëjtë dhe senatorët dhe kongresmenët. Por Amerika ka një disiplinë dhe një rregull, ka një kushtetutë, ka një program. Programi ka 100 vjetë që është bërë për tokën e shqiponjave që të bëhet me kufi natyrore. Ne nuk i kërkojmë botës do një tokë të amarë. Ne kërkojmë atë që na ka krijuar Zoti, dhe Zoti na ka krijuar Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Kosova dhe Çamëria jonë. Pra, i ka krijuar Zoti, pavarësisht se ne kemi edhe për të detit. Do të thonë ju, po si e kemi për të detit? Në kohën e mbretit Alfons, në Itali, u zue tërë Italia, ngeli vetëm Napoli, mbreti i Napolit. Skënderbeu e ndihmoi, siç e kishën zakon dikur u jepnin Flori. Kurse Skënderbeu kërkovi Siçelin. Siçelin e mori, Siçelin vajtën shqiptar dhe sot që janë shqiptar, me zakonet e vjetra, me zakonet e gegërisë. Të njëjtën ndodh e në piramidat e njëjta gjuhë. Pra, të dashur bashkëdhetar, të rini të qetë. Nuk vjen kurkushi sa jemi në gjallë. Nëse ai, unë i them në letër, lexojë në shqip, bileme e kam thënë për këthim në gjuhën shqipe që nuk din disa, paktën. Këtu është hapur në televizor dhe mbrëm kanë folur që shqiptarë nuk din gjuhë. Kjo është propagandë serbe. Të dashur shqiptar, ju e dini vetë, fëmijët tuaj din nga 5-6 gjuhë. Shqiptarët janë më të intelektual në botë, më të pamshëm dhe më trima. Pra, vërtet ne kemi luftuar, jemi thyer shumë herë, po kurriz nuk e kemi kthe. Pra, letra unë e dërgova direkt në Washington. Nuk e dërgova si privat o si parti, po e dërgova si misioni që kam mu dhe kam të drejt të dërgoj atje ku duhet. Dhe kam të drejt të ndaloj të vijë njëri në tokën e Shqipërisë. Toka e Shqipërisë është e shqiponjave, si që kam thënë, vila, hotele që janë ngritur në tokën e Shqipërisë nga ata që erdhë para 4-5 ditë të quajtur ministra e kryeministra të Evropës. Erdhë këtu, ata kanë ngritur vilat e hotelet, po këto janë shqiptarëve. Shqiptarët do t'i marrën gradis, sepse është toka e shqiponjave, sepse është toka e niprave dhe stranipave të Skënderbeut, e të Teutës, e të Aleksit të Madh. Pra, të flini të qetë, u erdhi koha e juaj të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ka mundësi të na nxirrni Çamërin. Të dashur shqiptar, a shegoni sa e bukur është këngëtoria shqiptare. A shegoni si i zhveshur. A shegoni mbrapa asaj rënkon Çamëria. Çamëria, unë kam shkruar në gazetën e New Yorkut që me 1979 që Çamërin do të marrën, shkrahina jonë. Disa zuzar, disa anti-shqiptar flasën kundra Çamërisë, nuk u ka erdhur mirë. E një farë ka mundësi të nxirrni, a i shikoni këta 2 persona të dashur bashkëdhetar shqiptar. Aktori i madh Agron Llaka. Amor Agron. Ke të drejtë të dalësh në ato vëlinë, të vishesh, sepse ja aktori i dashamirësve të Ministrisë të Brendshme. Të asaj ministrie që ka vrarë njerëz të dashur shqiptar. Kur unë thash për Çamërinë, ta 2 persona filluan dhe bënin si shaka. Agron Llaka ka të drejtë, sepse tregtitë e tia shkon e vjen në Greqi. Dhe si erdh ka mirë për Çamërinë që ne do marrëm. Dëgjoj mor Agron, ke të drejtë të tallesh me shqiptarët, sepse ke shkollën,
dashamirë si Ministrisë së Brendshme. Por mirë më agron, ajo labria. Ka luftuar me grekët me shekuj. Beu i këlsyrës, ka ngritur flamur. Por mirë më agron, si të vjen mirë ty, që te pelena e kudo, ajo te pelena që thua jote, po ti e pak më poshtë se te pelenës, atje ku të zirte minera. Por mirë më agron, si të vjen zor, që kur unë ze qamërin, kur unë ze Shqiprin me kufi natyror, ty stert ka mirë. Por mirë më agron, pse merë fjalët e Gjevahir Zenelit, a i shini të dashur shqiptar, këtë fytyrë. Kjo fytyrë erdhi në Amerikë dhe e përzun me dajak. Një piravec, flinte në për rrugët e New Yorkut, në për rrugët e Pennsylvanias, pinte i pirë. Erdhi e përzuri familje ti, e përzuri shoqëria, dhe mendon se di do i ngju, dhe pa pikturpi thot jam në shtetës Amerikan. Ai nuk është në shtetës. E nëse e ishte në shtetës, ati do t'i grishe në shtetësia. Amerika ta ep, nëse ti e kundra Amerikës, ta heq me njëherë. Pra, agron aktori i famshëm i Shqipërisë. Bëj lodra, si vishës, si femër. Hap syt dhe mos vill kundra komit shqiptar. Unë të njoh fare mirë. Sa herë ke vajtur në Greqi. Ke ardhe në Amerikë, e mban mend që të turë për të vrarë, të shpëtuan disa. Pra agron, s'ke faj ti, ka faj ata që të kanë ullur në tavolinët. Sidomos, që piraveci. U po të them ty agron, dhe sidomos dy vëllezërve të televizorit, largojnë sa më parë flamur Amerikan që ka vënë në tavolinë. Ju s'keni drejt dhe si pas ligjit ju dënojeni. Kur vihet flamuri Amerikan, duhet marrësh lejen në ambasadë. Ashtu e vuri dhe Ilir Meta, e mbani mend që e ka vënë në mënyrë vdekje në këtë mënyrë. Ambasada Yuri Kim i bëri telefon dhe nuk e la me flamur Amerikan. Po ashtu, e i them të quajtur Parti Demokratike, Berisha, largoj flamur Amerikan që e ke vënë pranteje. Ti s'ke drejt vesh flamur Amerikan, deri dje hithnjem vrerë. Ata që ti i ke ushqerë. Pra, flamur Amerikan nuk e drejt ta vesh aty. Dofta e vure, kur erdhi një fytyr indiani që mori miliona e miliona dollar nga taksat e shqiptarëve. E njëherë, i them agron Lakës, agron Laka je nga labria, labrit janë trima, ka luftuar me shekull kundra grekëve. Unë mirë more, agron, ato varret që janë me koskat e shqiptarëve, që i quhen varre grek. Unë kam thënë e grekëve më përpara, a ditë që bëhet qeveria teknike, nuk kam varre greke në tokën e Shqipërisë. Nuk kam flamur grek në tokën e Shqipërisë. E pra agron, dash të vi mirë, dash keq, e di që je një intelektual shumë i madh, aktor i shkollës të Ministrisë të Brendshme. E di, fare mirë. Pra, kujdes agron, Zoti të dhenë shëndet dhe lumturi. Ke ardhe në Amerikë, ke njerëz në Amerikë. Pra, kur të flaç për Amerikën, duhet mash një fushë të lash gojën fare mirë. Sidomos atë që ke kashi. Që kur e pyete njëri thaje, janë 55 shtete. Amerika ka 50. Edhe nuk u erdhi mirë. Kur u thash janë, më falni, kur Amerika do jetë 51.
e Shqipëria. Pra agron, në atë mirë ti agron. Bëj shaka, kur është për të bërë, ti kujdes. Të dashur shqiptar. A keni diçka tjetër për të shtuar, profesor? Okej, të dashur shqiptar, kudo që jeni. E shoh që prisni lajme të mira. Lajmet janë shumë të mira, siç u kam thënë, gjithmonë u kam thënë që nuk ka zgjedhje, po ka qeveri teknike dhe mbas 3 muaj ka me president, do jenë 13 sekretar, do me thënë 13 ministra, do jenë 3 drejtori, do me thënë drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s, po do të ketë FBI-a një shem mbrapa, më falni, FBI-a shqiptare. Do të ketë drejtori për inteligjencën, për të mbrojtur kombin shqiptar dhe kombin amerikan. Nuk jemi shumë larg. 8 orë, 9 orë me avion. Pra të dashur shqiptar, çdo gjë që kam thënë janë realitet. Më keni dërguar me klikimet që keni bërë, pavarësisht se kaluan 2 milion klikime, unë do të thres kur unë të jem gati për ju. E di që do të vini të mbushni Tiranën, bulevardët, duke uruar Shqipërinë e lirë, duke thënë fjalën e vërtetë, duke parë bota se shqiptarët, studentët, të moshuarët, pensionistët, policia dohet bashkë. Tini të gëzuar që do bëhet Shqipëria me kufi natyror. Do tini të lumtur fëmijët e fëmijëve tuaj, të shihni një ditë të bardhë. S'keni parë, nuk u ka qeshur buza një herë, po gjithmonë në rënkim. Pra, të bashkojmë Shqipërinë, atë që ne kemi luftuar me shekull. Nuk kam thënë gjithmonë që Amerika është me Shqipërinë. Nuk e kam thënë kotat numër 97%. Është me Shqipërinë. Nuk bëhen planet për na një muaj të dashur shqiptar. Plani ka 100 vjet që është bërë. Tashi do realizohet. Se çdo gjë ka një rregull, ka një disiplinë. I vetmi në Evropë që jemi ne, do na qeshi buza. E kam fjalën, Maqedonia, Malizi, Kosova jonë. Këto janë krahina të dashur shqiptar. Shqipëria është ku jam unë, Shqiponja, dhe Shqiponjat e vogla që janë rreth vetes së saj. Nëna Shqiponja madhe i kërkon së bashku, domethënë Malizi, Kosovën, Maqedoninë dhe qamërinë e bukur që e pat në fotografi. Asa e bukur është. Ajo është qamëria jonë. Pra, do bashkohemi. Unë i them grekut, a i dëgjon sot, kryeministrit grek, bëhu gati, jo vetëm i do marrëm qamërinë, po do paguash demin. Ne nuk e harrojmë, o agron Llaka, 24-ën, 22-shin, karvani nga qamëria deri në ullin të Vlorës, duke me bajanet qarë barkun e nënës për t'i nxjerrë fëmijën që ishe shqiptar. Ty dofta të bëhet qefi agron, po jo shqiptarëve. Do të dëgjosh çfarë do të thonë shqiptarët. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha. E di që prisni arrestimet. Arrestimet filluan në Durrës, u arrestuan ata që ju i dini të fortë. Sepse ata janë slevët e dy partive. E dy partive anti-shqiptare. Ata janë slevë. Fillovi në Elbasan. Do përfundoj në Fier. Bas përfundimit të këtyre
të gjoja me droga, kriminal, fillojnë me kokat e tyre. Fillon nga Berisha, Edi Rama, Gjenushi Ceka, që kanë shitur strukturat më të vjetra të kombit shqiptar. Fillon nga deputetët, të quajtur deputet, fillon nga ministrat, nga zvendës, kryeministria, fillon nga të gjithë. Berisha, përsëri fjalën e fundit po të them sot, kam njohur për burrë shteti, për burrë me zakone nga malësia, me zakon dhe me ligjin e kanunit, të ullë shumë, ata që të kanë rrethuar. Një doktor Sheu, Ndoka, si e kanë emrin ata, Josofina, me radhë, të kanë ullur autoritetin, të kanë ullur vlerën. A e dëgjon për televizoret, a e dëgjon në klikimet kur klikojnë njerëzit, kur flet ti, në gjithë foljen tënde dhe ke 20 klikime, nuk të shëgon njëri dhe të thonë, Berisha, largohu. Nuk është puna e largohu ti, Berisha. është puna ata që të rrethojnë, ata do arrestojnë këto ditë. Ata që të rrethojnë ty. Basha është dënuar në Amerikë. Basha s'mori një votë. A e pat, Berisha, duhet të thuash që 10% kanë dalë në votime, jo 43%. A e pat, ata shqiptarë që vuajnë në për rrugët e botës, nuk të votuan as ty, as Edi Rama. Por, ato i hodhën kusht e plerit. Ato ishin të përgatitura. Dhe ju dinin vetë. Pastaj kërkuat dije, që ditë dhe parë qeveri teknike. Tamam ke lexuar programin tim, ti e di fare mirë. Ke thënë do marrën $500-600 si shtimin e pensionistë. Berisha, unë kam bërë programin me hartën, me këtë hartën që më 2001 ka 51 pika. Është bërë here. Dhe here thot, programi ka 51 pika, por shteti mbahet me 3 shtylla. Arsimin, kjo hartë që e shëgon, që është përpara pallatit ku jemi ne. Se vini dhe ju. Nuk keni guxim? Amo Berisha, pse nuk e ve këtë hartë? A e do hartën e Shqipërisë? Thua jam malsor, thua jam nga Gjokova, nga Kosova, ase thua jam nga Tirana. Pra, kjo hartë e ka vënë Pilinçi para portës këtu. Sytë e disa ambasadorëve nuk u vjen mirë. Po le ta provojnë. Le ta afrojnë një afër. Ne shikojmë. Sateliti ton shikon çdo milimetër. Sepse i duam këtë komp. Sepse i japëm trupin për këtë komp. Unë që kam erdhur këtu, i kam gjithë të mirat. Po kam erdhur për kombin tim. Ta shijoj këtë vend. Më pëlqen buka e Shqipërisë, e stërgjyshve tanë që kanë luftuar, që ky flamuri është i kuq. Është i kuq me shqiponjë të zezë, do të thot me shqiponjë duke menduar. Shikoni pra, ç'a do bëjmë. A mo agron, laka, malaka. Që di gjuhën greke di? A pra, ky flamur do valvojë në tokën e Shqipërisë. Unë them gjithë shqiptarëve kudo që ndodheni në botë, në Shqipëri, ngriheni në balkon, në dyert, në obor, kudo, në shtëpi, këto dy flamur, ky flamur. A pra, a i shini edhe yjet, se disa thonë, a mo ju e komunist, jo. Çdo yll është një shtet, janë 50 yje. Pra, Ozenel, janë 50 yje, 50 shtete, 51 e Shqipëria, për që sa e madhe Shqiponja dashur shqiptar. Me madhe se flamuri Amerikan. Sepse shqiptarët
e kanë forcuar tokën e bekuar amerikane, janë vrarë shumë njerëz. Si puna e familjes time që u vra në përkampin e detyrimit është Shqipëria. 97% të shqiptarëve kanë ndeshur Amerikën që në kohën QM 44. Unë u them demokratëve që kanë qenë me partinë të quajtur PD, ejani, këtu është folija juaj. Këtu është folija e Shqiponjës. Ejani të dashur shqiptar, demokrat. E di që jeni të gënjur, me keni erdhur në zyrë, demokrat. Keni votuar për Berishën. Jeni votuar për Berishën, jeni betuar për atë. Edhe dual të zhgënjur, keni thënë vetë, s'keni marrë asnjë pasuri. U dhanë letra me vrima, jo me vlerë, tallshin. E kuptuat që u tallë. Ejani demokrat, këtu është folje. Ejani socialist, me emrin jo e socialist, po ju nuk jeni socialist. Sepse në kohën e regjimit komunist thoshin me Luk Floriri, është bolshevik. Unë e di që ju e se doni. Ejani pra të bimë Shqipërinë me kufi natyror. Në të kundrën, doni ju, apo s'doni, ne do bimë Shqipërinë shumë shpejt, me ditë. Do shihni të dashur bashkëdhetar të arrestuar, të hequr zvarr. Pensionistë do marrë rrogë moderne. Unë e thash dhe dije për njerëzit që janë të smur me karroca, nuk shojnë nga sytë, janë dëmtuar në kohën e regjimit komunist, duke punuar në për kanale, në për fabrika, në për trashe, ju do të keni një pension të njëjtin si pensionistët $600. Do të keni, nëse ju nuk keni njëri më shtëpi të ndihmojë, do keni i fremerën të vi të mjekojë në shtëpi, të sillë ilaçet, të marrën çdo muaj, të nxjerrën nëpër Shqipëri, të shërgoni tokën e stërgjyshve tuaj, që është larë me gjak, të shërgoni kalat tona që kemi luftuar me sërbët, të shërgoni labrin që kemi luftuar si Gjoleka, që luftovi me grekët, apo jo? O agron, pyet gjyshin tënë, pyet labrin, kush është Gjoleka, ti se di fare kush është Gjoleka, ti e një ministrin e brendshme. Ai ka luftuar që i përzuri i grekët. Të dashur shqiptar, të gjithë janë në heshtje, të gjithë shëgojnë njëri tjetrin, të gjithë janë bërë konfuz me njëri tjetrin, por unë përsëri njoftoj zyrtarisht, me dorë në zemër, ejani sa më parë në shpresa demokrate. Ejani si që kanë erdhur, si që erdhi zonja e re, doktoresh, ka mbaruar shkollën në Greqi. Dikush shkruante dhe thoshte, na ka erdhë greki, jo të dashur shqiptar, ka mbaruar shkollën. Të gjithë ata që kanë mbaruar universitetin, ejani të zini punë, ejani të shërbeni kombit, jo pilinqit. Unë jam slev për kombin tim. Jetën time e kam shkrirë, jo vetëm unë, komplet familja ime, është leminuar. Po ja jemi gjallë. Ja pra jemi gjallë. Unë do të thresë shumë shpejt, se të gjithë më thonë të vim të festojmë, të mbushëm Tiranën. Vetëm Tirana plot do vinë. Pra të dashur shqiptar, po e përfundoj, tini të gëzuar, pamarësi se që flasën në për televizor, agjentat e huaj, pamarësi se që flasën këta gazetarët e huaj, fillojnë dhe shajnë, fillojnë janë vjedhur votat, jo, votat nuk janë zgjedhur.
është qeveri teknike, mbas qeverisë teknike është me president, do bëhet qeveria shumë shpejt. E njëherë të dashur shqiptar, u përgëzoj me zemër, por rini të qetë, keni duruar 100 vjetë. Duroni disa ditë. Duroni disa ditë, do të festojmë, do mbushet Tirana plot e për plot, duke gëzuar mësuesët, studentët, intelektualët që janë e heshtje të ngrihen, jo revolt. Mendojnë këto dy partit të bëjnë revolt. U kam thënë edhe po them përsëri, edhe një shkrepse nuk e ndezën dot. Se ne jemi në shikim, ne jemi në kontroll. Çdo milimetër Shqipëria shëgohet. Kini dajon, dajo është Amerika. Kini Amerikën me vete, të dashur shqiptar. Natën e mirë e shëgojmë të hënë të dashur shqiptar, për arsye nesër unë do largohem nga Tirana për një punë, do shkoj në Maqedoni, po bistoj me disa njerëz, sepse edhe Maqedonia po bëhet gati për të bashkuar së bashku. E njëherë, natën e mirë, shëgojmë të hënën në orën 6. Të dashur miq të televizionit Shpresa, faleminderit që na ndoqët, shihemi në transmetimin e radhës.